Edicioni i 17 i Shkodra Jazz Festival zhvillohet nga sot deri më 30 gusht në qytetin e Shkodrës. 20 mbrëmje me koncerte, artistë nga Shqipëria dhe rajoni, si dhe një program të pasur me masterklase dhe akademi muzikore. Në kuadër të festivalit zhvillohet edhe edicioni 10 i Rock Academy, një hapësirë dedikuar të rinjve dhe pasionantëve të muzikës, me programe në jazz, fizarmonik dhe dek klasike. Fest Folk 2026, organizuar nga ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve popullore, vijon turneu në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Pas ndalesës së parë, turneu do të vijojë në Laç dhe Durrës për të vazhduar deri më 24 gusht edhe në Gjirokastër, Vlorë, Vajzë, Berat dhe Fier. Nga 11 deri më 13 gusht në Gram zhvillohet aktiviteti i dedikuar shiut meteorik të Perseidëve, një prej fenomeneve më të bukura astronomike të vitit. Gjatë këtyre netëve, vizitorët do të kenë mundësi të vëzhgojnë qiellin dhe meteorët në një mjedis natyror, në kushte të përshtatshme për vrojtimin astronomik. Në sheshin Çerçistopulli në Gjirokastër vijon kinemaja e hapur edhe mbrëmjen e sotme prej orës 20:30. Filmat shqiptar ndër vite është aktiviteti që vijon deri më 20 gusht në Qendrën e Artit Agimi në Tiranë. Publiku ka mundësi të ndjek filma që kanë lënë gjurmë në historinë e kinematografisë shqiptare, me shfaqje të programuara gjatë paradites dhe në mbrëmje.